Keni dëgjuar për vrasjet me porosi? Kjo që do t'ju tregoj është vrasje me porosi në politikë. Funksionon edhe kjo. Shihni pa. Qepe gojen, mos fol ik pirdhu, plas keq mes Ramës dhe Braçës në mbledhjen e grupit parlamentar të PS, kryeministri i deputetëve do ta bëjnë ndonjërin shembull. Një tjetër me të njëjtin titull, qepe gojen ik pirdhu, sherë me dyer të mbyllura në PS, Braçë përplaset me Ramën për antarët e KPP-s do bëjnë ndonjërin shembull. Tjetra, monologu i flamingove, Rama sherë me Braçën, deputeti emëron anonim, kreu i PS-s mbyllë gojen, dil për jashta. Shikoni, kjo është njësoj si teknologjia e vezës. Asaj vezës që me të cilën qollohen deputet pas një shkak. Zero, magje pa i njohur fare. Pa ju ditur dhe emrin një pjesë e rëndësishme. Por patjetër që është në të njëjtën linjë, synon thjesht vetëm linçimin edhe poshtërinë. Prandaj është vrasje në porosi. Dje para se sa të filloja të flisja në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i kërkova gjithë pjesëmarrësve, se me thënë drejtën kishte më shumë se sa deputet në sallë, që mos nxirrnin për jashtë asgjë nga ato që unë do të thosha aty, dhe ishte fillimi i mbledhjes. Ja që ndodhi kjo që lexoni. Edhe e transformuar natyrisht. Tani me që dje u mor një angazhim për të bërë shembull njërin ndër ata që nxjerrin fjalët e shtëpisë për të vrarë politikisht tjetrin atje matan, unë mezi pres që të mbahet fjala, pra të bëhet shembulli. Në mungesë të tij do më duhet pastaj që të mendoj një gjë tjetër. Në anën tjetër. Mua nuk më ka nxjerrë kërkush dje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. S'ka se si, nuk ka. Unë jam ulur pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhjen paralelse, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Kjo është e vërteta.